Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për koncept projekt që është duke u diskutuar sa i takon edhe zotës së Zvërnecit e mëtej edhe në Sazan. Me ne është bashkuar inxhinieri mirënjohur zoti Arben Meçe. Zoti Meçe, faleminderit shumë që jeni me ne. Zoti Meçe, si e cilësoni ju këtë projekt? Ju keni parë shumë projekte gjatë veprimtarisë tuaj, por si do e cilësonit këtë? Natyrisht këto projekte, sidomos këto projekte strategjike, unë i kam në qendër të vëmendjes jo thjesht si mediatik, por edhe si inxhinier, edhe si studius dhe njëkohësisht si operus në to. Në disa prej tyre unë kam bërë element që kanë të bëjnë me fizibilitetin e investimit. Fizibilitet do thotë leverdishmërinë qoftë private, qoftë kombëtare të investimit. Dhe natyrisht këto janë investime të cilat po trontitin në rënd nga themelet të gjithë faktorët të cilët unë me kuraj për më ndëgjegje plotit them që faktori antishqiptar tashmë është mobilizuar në shkallë më të lartë për të bërë bllokimin e këtyre investimeve që janë të lexueshme në suksesin e tyre mbas 4-5 vjetësh. Nuk është i vetmi investim ose nuk është vetmi skemë e cila praktikisht po përgatit Shqipërinë evropiane, apo Shqipërinë që do të jetë etalon i turizmit në mesdhe. Kushdo që njeh qoftë mekanizmin e investimit, qoftë mekanizmin e financimit të investimit, qoftë edhe logjikën e tregut, qoftë turistik, qoftë imobiliar, në çfarë do lloj analize që të jetë e mundshme, e kupton që ky është një pasuri me përmasa të pallogaritshme, po e them, me përmasa të llogaritshme për popullin shqiptar. Kështu që unë nuk kam çfarë emër tjetër t'i dhe këtij lloji investimi përveç se një vlerë të cilën një brillant i themi në Shqipëri, pas të cilës do të shohim që trendet të fuqishme të turizmit botëror do të jenë prezent në Shqipëri, pas këtij pioneri që në fakt nuk është pioneri i zakonshëm, është një pioner që ka të bëjë me investitor që në tregun imobiliar dhe në tregun e posaçme të turizmit botëror janë lidera. Dhe mos harrojmë që këta lidera që menaxhojnë turizmin dhe që investojnë në turizmin kanë një infrastrukturë kontakti dhe komunikimi me pikërisht ata që sot po bëjnë leadership në turizmin botëror. Dhe të mendosh që deri dje ky leadership ishte gati inekzistent në Shqipëri, mund t'ju jap një informacion që të paktën në këtë 3 vjeçën e fundit, unë nga ana ime, unë personalisht kam bërë projekte të vizibilitetit të 5-6 hoteleve me 5 yje që janë brende botërore, franceze, spanjolle, norvegjeze, dhe që sot kanë filluar aktivitetin e tyre, duke filluar dhe nga Melia, duke vazhduar në 2 investime shumë të rëndësishme që janë sot në Green Coast, njëri për cilëve është vënë në shfrytëzim, ndërsa tjetri është në fazë shfrytëzimi dhe ndërkohë kanë filluar 2 projekte tjera hotele me 5 yje në atë zonë. Pra dhe Green Coast, i cilën ne normal, dhe unë jam nga ata që kritikoj për getizimin e vet, sepse është mbi ngarkuar, përsëri në atë vend, sot në këtë moment që po flasin, po ndërtohen, njëri është vënë thash në shfrytëzim, është në pjesën veriore të Green Coastit, ka 1 vit që është vënë në shfrytëzim, shumë i suksesshëm, është me 5 yje, është brand absolutisht francez dhe me një intensitet jashtëzakonshëm tashmë të fluksit elitar turistik në Green Coast, pra nuk është në vila, por është në hotel me 5 yje, ka diku tek rreth 120 dhoma, të cilat vlerët minimale të dhënies e kanë 250 euro minimale, po them 250 euro natën dhe vete deri në 501.000 euro nata. Është aktive sot, nuk është ide. Ndërkohë që në atë zonë janë në fazë përfundimtare 2 hotele me pesue shumë të rëndësishme. Nuk po them pasaj në zonën e Qeretit, nuk po them në zonën e Velipojës, ku një strategji e qartë për të prodhuar turizmin e vërtet elitar kishte për të bënë Shqipërinë një burim të jashtëzakonshëm që në perspektivë do të hapë atë perspektivën e investimeve të investitorëve strategjikë, të cilët në fushën e turizmit
natyrisht mbas këtyre dallandysheve dhe mbas këtij eksperimenti të suksesshëm, do të thënë, do të jenë prezente. Në këtë kuadër, unë më tepër sa vlerën e këtij investimi, shoh pjesën tjetër që është më e rëndësishme, habitatin që këta do të prodhojnë për të tërhequr akoma më të investitorë strategjik në botë. Qartë do të thotë që neve kemi shumë potencial nga veriu në jug, projekti është i programuar që të zhvillohet në zonën e jugut të Shqipërisë, por nëse ky eksperiment, siç e thatë ju, do të ketë sukses, a mendohet që investimet gjashme mund të thithen edhe për veriun e vendit tonë? Praktikisht në veri kanë filluar investimet të natyre, por mos harrojmë që habitati i jugut është gati ekuivalent me habitatin e veriut. Mjafton të them, kryeministri e shpalli para 3 ditësh, por unë jam marrë posaçërisht pa të projekt që në Qerret ne po bëjmë një investim i cili kalon për masat e investimeve të Dubajit. Pra është ekuivalent me investimet e Dubajit dhe po bëhet nga investitor që vjen nga Dubai. Natyrisht flitet për princin, nuk flitet për njerëz ordinar, pra nuk flitet për investitor pa emër. Dhe ky lloj trendi ka filluar tashmë të bërë objekt i interesit në të gjithë bregdetin shqiptar. Bregdeti shqiptar duke filluar nga Velipoja deri duke vazhduar, po i qëndroi deri në Vlorë, është një bregdet absolutisht i virgjët, zyrtarisht në mbrojtje. Dhe gjithë përpjekja që po bëjnë kundërshtarët e zhvillimit turistik të Shqipërisë është që ne duhet ta mbajmë këtë zonë të virgjët, sepse të gjithë këtyre që dalin sot dhe flasin, ju pëlqen më mirë që të vënë të gjuajnë dhe të shohin rrosat se fluturojnë, se sa të zhvillojnë një turizëm i cili vendos një ekuilibër midis investimit dhe mbrojtjes. Duhet kuptojmë edhe një herë ta fiksojmë qartë, investitorët të cilët vinë tashmë në Shqipëri në kuadër të këtij projekti të madh, që thash nuk është Zvërneci. Zvërneci mund të them që është një nga këto projekte. Janë 4 projekte të tjera me përballë shumë më të mëdha se Zvërneci, që ta dini. Po gjithsesi nuk është në tagrin tim ta deklaroj atë për tjetër kush, eksperjenca e deri tanishme dhe sidomos eksperjenca e tanishme shqiptare, po vërtetojnë që në momentin kur në territorin e Shqipërisë ose edhe në territor ku ata kanë vajtur kanë filluar investime konkurruese ndaj aktorëve që janë periferik dhe që janë jashtë territorit të Shqipërisë, me një nxitën lëvizje të karakterit ekologjist ose të karakterit social, dhe nuk ka interes asnjë nga investitorët që të futen në një konflikt të pavarur, ndërkohë kur mjafton me 2 negociime me banorët dhe me qytetarët të cilët janë prezentë në këtë territor, dhe absolutisht, jo vetëm që do mbiden qytetarët, por qytetarët me njerë të prodhoj bindjen e plot që falë këtyre investimit, cilësia e jetesës tyre do të 4-fishohet, 5-fishohet dhe jo vetëm në planin e frutave që vinë direkt nga investimi, por edhe indirekt. Edhe indirekt, sepse në momentin kur vjen filloj kjo tipologji investimi, automatikisht në një skemë tashmë të njohur, rrotull të saj zhvillohet një infrastrukturë mbështetëse, e cila lidhet jo vetëm me bujqësinë, por lidhet me tërësinë e shërbimeve të cilat do të jenë në shërbim të këtij aktiviteti. Dhe jo vetëm kaq, por mos harrojmë që çdo investor i financiar sjell me vete sigurinë. Jo se kemi dëgjuar deri tani ju po flitet shumë për mungesën e sigurisë në Shqipëri. Natyrisht në ambiente të cilat janë të pasigurta, kjo tipologji investitorë, dhe flitet për investorë botëror, nuk flitet për investorë që kanë lekë dhe duan të zbardhin në Shqipëri, po investorë botëror, të cilët investojnë më tepër sa lekun, autoritetin e vet, prestigjin e vet, dignitetin e vet, formimin e vet, dhe mbi gjithë atë eksperiencë ata kanë historike në çdo vend të botës, që sa kanë arritur ta bëjnë këtë lloj investimi, do të thotë që i kanë kapërdyer këto konflikte që ne po i shohim në Shqipëri, fal një menaxhimi të shkëlqyer dhe fal një produkti i cili në finale, dhe kjo është shumë e rëndësishme, natyrisht ka në themel respektimin absolut të legjislacionit. Nëse ne në Shqipëri debatojmë dhe themi hamor, le të ik atje, dhe nëse ne kemi një perceptim që çdo gjë do ta bëjmë o me lek ose me shkelje ligji, ky tipologji investitorit nuk funksionon në këtë formë. Nuk funksionon në formën dhe këtë ne duhet ta dimë mjaft mirë. Kjo tipologji investitori është investitori i cili në mënyrë të veçantë do zgjidhje juridique, pra do sigurinë juridike,
do dhe sigurinë e marrëdhënies me ambientin social, me qytetarin dhe me të gjithë komunitetin, sepse ai këto qytetar dhe komunitet nuk e shef si një strukturë të cilit i zë vendin, por se e shef absolutisht si një bashkëpunëtor të ngushtë me të cilin ai do të zhvillojë aktivitetin. Do të kuptojmë, nuk funksionon turizmi nëse nuk ka unitet me komunitetin rreth rrotën. Dhe në këtë kuadër, të gjithë investorët që vinë, që kanë një eksperiencë qindra vjeçare, duhet thënë, se nuk janë turizmet prodhuara, nuk janë brendet prodhuara 3 vjeç në fundit, 5 vjeç në fundit, 10 vjeç në fundit. Janë brende që kanë një histori dhe në të gjithë rast, eksperienca shqiptare e kanë kaluar ato në vende të tjera. Dhe në të gjitha rastet, i pari bashkëpunëtor me cilin ti do lidhesh ngushtë është qytetari rrotull teje. Sepse qytetari, nëpërmjet një komunikimi të qartë, të dukshëm, që është evident, me njerë bindet mbi domosdoshmërinë dhe do të jetë ai partizani i parë që ta kërkojë këtë investim. Dhe kjo gjë është në proceset në Shqipëri. Dhe ti jemi sigurt që është në proces në Shqipëri. Por, natyrisht, të gjithë kundërshtarët që në këtë rast nuk janë vetëm ekonomik, të kuptojmë. Ky lloj investimi do ta ngrejë Shqipërinë në piedestal dhe ky piedestal bëhet konkurrues jo thjesht në fushën e turizmit, por bëhet konkurrues edhe në fushën e potencialit të fuqizimit të shqiptar dhe natyrisht teoritë makiaveliste e ka të qartë. Ne kemi në kufi shtete të cilat në mënyrë të qartë kanë shprehur pretendimin e tyre për të goditur stabilitetin dhe për të goditur fuqizimin e një Shqipërie. Dhe në këtë kuadër ata po bëjnë të gjithë përpjekjet që në këtë moment, i cili është delikat vërtetës dhe do jetë mirë, kjo është ajo që u vazhdoj të insistoj qytetari i Shqipërisë dhe do kuptoj themelin e gjithë sa që po ndodh tani, themeli i gjithë sa që po ndodh tani nuk ka të bëjë as me shtetin, as me qeverinë, ka të bëjë me faktin që Shqipëria tashmë po hedh një hap shumë serioz në të nesërmen e vet, në konsolidimin e këtij shteti, në prosperitetin e qytetarit të vet. Kjo gjë natyrisht nuk do të pranohet nga kundërshtarët tanë, qofshin këta me politika të qarta antishqiptare, qofshin këta dhe konkurrues në tregun imobiliar. Në finalet pyetjes që bëhet ju, thash në qoftë se Shqipëria do të penalizojë këto lloj investimi me natyrisht me mbështetjen, por edhe me influencën e faktori i cili në këtë rast unë po e them pastër fare është antishqiptar, do të ishte nga shanset më të humbura të Shqipërisë që nuk përsëritet më, ndoshta për 10 vjet ose 15 vjet. Zotë Meçi, mendoni që janë bërë xhelos kundërshtarët? Ju e thatë Greqia me Serbinë për shkak se ky investim është parashikuar që të bëhet në Shqipëri, duke qenë se Greqia mbahet nga turizmi, dihet tashmë resortet aty janë shumë luksoze, por Shqipëria me këtë resort të ri do të kthehen në një rrezik të madh, potencial të madh për turizmin, për ta. Unë kam thënë që ditën e parë që kundërshtari më i madh në këtë rast është faktori ruso-serb. Rusët kanë një strategji që lidhet me Shqipërinë, por lidhet përgjithsisht me goditjen të gjithë faktorit pro-evropian, pro-euroatlantik në Ballkanin Perëndimor dhe orientimin drejt Evropës së Bashkuar, Ballkanit Perëndimor, dhe kjo është strategji e cila është pjesë e të gjithë entourazhit strategjik dhe të gjithë dokumentacioneve që dalin nga kancelaritë e Bashkimit Evropian për sa i përket luftës së këtij faktori në Ballkanin Perëndimor dhe në posaçme në Shqipëri. Pra, Rusia është një faktor i cili është prezent jo thjesht për këtë investim, por është prezent për të prodhuar destabilizim në vendet e Ballkanit Perëndimor, që natyrisht të pengojë procesin e integrimit të tyre në linjën euroatlantike dhe në Bashkimin Evropian. Ajo që e bën problematik këtë moment, dhe Serbia natyrisht është në këtë linjë, sepse ne jemi në konflikt praktikisht të hapur pavarësisht përpjekjeve për të ulur tensionet për sa i përket Kosovës, por ajo që e futi në këtë situatë në lojë edhe fqinjin tonë jugor, ishte pikërisht kjo që ju me drejt thoni që nuk është thjesht vetëm konkurrencë. Pra, nuk është vetëm faktori konkurrencë, sepse po të shikosh në këtë moment, kur të gjithë faktorët antishqiptar janë bashkuar dhe në mënyrë kamufluar po manipulojnë në gjykimin tim një protestë që në vetvete ka shumë elemente idealist, por në manipulim ka elementet e tjerë të debatueshëm që flasim ne. Faktori grek
po aktivizohet edhe me organizatat e veta, të cilat historikisht kanë qenë dhe kanë lënë gjurmë në Shqipëri, që kanë qenë me synime territoriale. Ishte e patolerueshme, deklarata e patolerueshme dhe jo e papranueshme si nacionalisht, por edhe si logjik shteti. Shteti grek bën një deklaratë ku thot po merren tokat e minoritarëve dhe po mbronte minoritarët në një zonë ku mund të ketë një qelizë të ardhur, por nuk përbën komunitete. Para dhe e dyta, vijimet e mëtejshme vërtetuan që këto toka që pretendoheshin nuk ishin toka autoktone, po ishin toka të marra me 7501. Pra shteti grek angazhohet në Shqipëri për një çështje që është absolutisht çështje e brendshme e Shqipërisë, një çështje ligjore që është në çdo cep të Shqipërisë, është e njëjta gjë. Përse u angazhua dhe pse u angazhuan të gjithë korridoret antishqiptare, duke u fshi Belerin dhe gjithat konjunkturë, e cila është një konjunkturë antishqiptare aktive në territorin e Shqipërisë, me strukturë e superstrukturë mjaft mirë të organizuar në territorin e Shqipërisë. Dhe në këtë kuadër dalim përtej interesit turistik. Kryeministri i Shqipërisë, ndoshta për diplomaci, tentoi ta kanalizonte këtë konflikt me Greqinë ose këtë angazhim të grekut si një konflikt të pasur interesi në tregun e turizmit dhe jo të shtetit, por të aktorëve turistik. Unë nuk e di, unë jam radikal në këtë rast. Unë nuk mendoj dhe në të gjithë provat që disponojmë, dhe i kemi prova jo të pakta, nuk shohim agent turistik në këtë aksion, por shohim struktura mirë të organizuar të shtetit grek në këtë aksion dhe struktura politike, të cilat nuk janë të lidhura drejt me turizmin, por janë të lidhur me interese strategjike dhe natyrisht këto struktura e kanë qartësisht të konsoliduar konceptin që një Shqipëri e zhvilluar ekonomikisht, një Shqipëri dive turizmit, një Shqipëri e formatuar në përmasat e turizmit elitar dhe të brendeve më të mëdha në botë, jo do jetë thjesht një konkurrues, por do jetë një shtet i fuqishëm dhe historikisht shteti grek ka ndërtuar strategji të qarta të luftës dhe të betejës me shtetet kufitare të cilat zhvillohen më tepër se ai. Unë mund të them një gjë, që shteti grek në kufit e vet nuk ka një aleat. Në të gjithë kufit e vet, shteti grek ka konflikt. Ka me Turqinë, ka me Bullgarinë, ka me Maqedoninë, ka edhe me Shqipërinë. Pse? Sepse kemi një shtet i cili në politikën e vet është iridentist. Në politikën e vet është shovenist. Por në politikën e vet, pra ai ka ndërtu këtë lloj politike dhe në themel të tij nuk është thjesht vetëm konflikti turistik, i cili natyrisht është nuk e përjashtoj, bile është faktori i cili stimulon akoma më tepër financimin dhe lëvizjen, e masivizon lëvizjen, por ai është më tepër në këtë skemën që nuk mund të pranojë një Shqipëri e cila fare këtyre investimeve bëhet lider në mesdhe. Do flas me dhe, nuk flas thjesht vetëm në Ballkanin Perëndimor. Zoti Meç, edhe një pyetje të fundit. Ju ne tha pak më herë ju jeni studiues, po ashtu edhe inxhinier. Një rast të ngjashëm që ndërtohet në zonat e mbrojtura e dha kryeministri në rrjetet sociale duke përmendur Francën, por ju besoj ndiheni me dhjetra raste ku nuk preket ekosistemi i zonave të mbrojtura, por bashkëshkrihet me të për të krijuar një model unik, siç do të jetë edhe ky investim në Zvërnec. Kjo e pyes duke qenë për të qetësuar dhe ata që kanë dalë me sloganin e ambientalistit dhe po protestojnë për ditësh në Tiranë. Ju jeni ekspert dhe mund të thonë diçka më tepër lidhur me këtë aspekt. Këtë aspekt më thon të them që 20 e ca vjet më para, pra diku të rreth viteve 2000 fiks, Turqia mori eksperimentoi ose u fut për herë të parë në trendin e turizmit elitar. Dhe turizmi elitar e zhvilloi në zona tipike si kjo Zvërnec që shohim tani, ose mund të kalojmë edhe në Velipoj, ose mund të kalojmë edhe në zonën e Tales, në zonën e Fierit Semanit, sepse Shqipëria gjithë zonën bregdetare ka të paprekur. E ka të paprekur absolutisht dhe në qoftë se i ke ndjekur, sepse unë për efekt punës çdo pëllëm të kësaj sipërfaqe e kam prekur me dorë, e kam fotografuar, e kam të arkivuar. Gjithë kjo zonë është një zonë e cila është në mbrojtje ekologjike, të njëjtën skemë kishte edhe Turqia. Por çfarë bëri ai? Ai u përgjigj tjetër se gjithë territor e futi në një studim master planor
në të gjithë bregdetin e vetë jugor. Dhe nga ky moment, ai tërhoqi në investim të gjithë investitorët evropian duke përfshirë edhe mafjen ruse nëse do dini. Por fuqizoi kontrollin e saj. Nuk vuri kushte, kush financon, por jepte sheshin dhe i thonte se skemat të mia të turizmit janë këto dhe ti i detyruar të zbatosh. Nëse do të shohim sot turizmi turk është elitar dhe është absolutisht konkurrues i tregut grek. Është konkurrues sepse ka një tipologji turizmi që greku nuk mund ta bëjë sot. Do të kuptoni një gjë. Greku nuk ka turizëm elitar. Greku ka resurs bregdetar, por në kohë ka zhvilluar një turizëm familjar. Dhe turizmi familjar sot në Greqi praktikisht po bëhet pengesë për turizmin grek, për masivizimin e turizmit grek. Dhe tendenca për të prodhuar turizëm elitar në Greqi është e vështirë sepse ndesh me reagimin e këtyre turistëve të vegjël e këtyre operatorëve të vegjël. Në momentin ku në Shqipëri zhvillohej turizmi elitar, i cili ishte munguar, totalisht ishte i munguar, do të shihni që gjithë ajo elitare e cila sot është prezente në Greqi do të marrë një orientim drejt turizmit. Kjo është goditja e rëndë e atij turizmi. Por që t'i kthehemi pyetjes ju bët në logjikën që unë po dëgjoj shpesh tani që ne na interesojnë zogjt, ne na interesojnë macet, ne na interesojnë ku dëgjojmë çfarë kemi. Me këtë logjikë ne na duhet tani të mbajmë vetëm gjethen e fikut përpara dhe të vazhdojmë të jetojmë në xhungël për të ruajtur për Evropën virgjërinë e ambienteve tona, sepse ne nuk mund ta zhvillojmë turizmin tonë në bregdet, sepse botës i duhet një zonë që të jetë e virgjët. Bota për që unë tani jam i qitë oponentë ndaj perëndimit, edhe perëndimi do të kuptoj që nëse se trojët e veta, hapësirat e veta, jo uzurpoi dhe i ktheu absolutisht në çdo të zhvilluara, nuk ka të drejtë në imponojnë ne domosdoshmërinë e mbrojtjes së ambienteve të virgjëra. Nuk e di e keni ndjekur apo jo, po besoj e keni ndjekur. Pati një lëvizje shumë të madhe për lumën e Vjosës. Dhe gjithë Evropa, gjithë këto ekologjistët u ngritën dhe vendosën në krye të tyre Leonardo DiCaprio. Dhe pati peticion të drejtuar nga Leonardo DiCaprio, i cili thonte që të vetmin lumë të egër të virgjit në Evropë ne duhet ta ruajmë dhe u bë aksion atje që do runin Vjosën. Nuk e drejtoi, po mirë më zotëri tani. Gjithë kjo Evropë mbeti që vëmendjen e saj ta kishte te lumi i Vjosës për të ruajtur virgjërinë e një ambienti i cili do të ishte natyral dhe do të ruhej në mënyrë ashtu i virgjit. Më natyrisht, i rrjedhimi i këtij peticioni, shteti shqiptar e futi në skemën e mbrojtjes të avancuar lumën e Vjosës. Dhe ditën që u bë shpallja dhe vendimi, natyrisht i pari i cili do të ishte prezent në këtë inaugurim, sepse u plotësua një dëshirë do të ishte Leonardo DiCaprio. Por asnjë nga këta luftëtar nuk ishte prezent ditën e inaugurimit, pikërisht të finales së tyre. Çka do të thotë? Lëvizjet e naturalistëve nuk janë lëvizje në themel për mbrojtjen e ambientit. Janë lëvizje të zhurshme në gjykimin tim, janë lëvizje marksiste, të cilat janë në linjat e mirë orkestruara të gjitha ato korridore të cilat tentojnë të bllokojnë zhvillimin e vendit. Nuk mbeti Evropa tek narta jonë, e cila përsëri po them, edhe në këtë fazë që debatojmë, nuk është futur akoma në skemën e menaxhimit të mjedisit. Pra nuk jemi në ato kushte akoma. Lëvizjet që kanë lindur tani kanë kopertur, kanë inicim të orkestruar, mjaft qartë orkestruar nga këto korridore të cilat pengojnë zhvillimin e Shqipërisë. Por në themel, nëse unë futem në debat me ta, dhe unë jam futur në debat me ta, dhe në gjithë debatet kanë dalë të humbur sepse argumenti i tyre është zero. Është zero, po ja them është zero. Është vetëm llafologji, është vetëm retorik dhe është thjesht vetëm ne na duhet natyrës, se ne na duhet pelikani roz, na duhet këtu në Shqipëri. A mbeti perëndimi për pelikani roz ton, apo mbeti Greqia për pelikani roz ton, apo janë këta njerëz që një ditë të bukur vajtën në lagunë dhe krijuan mekanizma për të ushqyer ose për të shërbyer në 10 vjet e fundit pelikanit roz. A i keni parë ndonjëherë këta njerëz që të vente Flamingo e ditën që filloi investimi, i cili do ta ngrejë Shqipërinë,
të ti të kujtuam prit se pas kemi flamingo. Nuk vazhdoj të them kur u prodhuan flamingot sepse kjo i takon tjetër lloj politike. Se unë nuk di që në Shqipëri ka patur një flamingo, të paktën aq sa mbaj mend unë. Flamingot u prodhuan vetëm 5 vjet e fundit sakt. Dhe vetëm 5 vjet e fundit Zvërneci u mbipopullua me flamingo. Nuk po them politike kujt ishte kjo, por po them pamjetisistë, duke fshirë ca gurra ku dëgjon çfarë janë, që janë kloun, po i them, ja kam thënë në televizor, ja kam thënë kloun. Ta njerëz lëvizjen e vet mjedisiste dhe mbrojtjes natyrës dhe mbrojtjes të ambientit e bën gjithmonë ku flitet për investime strategjike. Ishin këta që u ngritën kundër aeroportit Vlorës dhe nuk lanë gjë pa bërë për ta penguar investim strategjik që i përket pikërisht sa politike të thimit të turizmit elitar dhe bërjes turizmit elitar në këtë zonë. Unë i them, po mirë, aeroport ka qenë, ai thjesht u modernizua, sepse ai aeroport historikisht që në kohën e Duçes dhe në kohën e Enverit ka qenë aeroport. Nuk është se u cënuan parimet e mjedisit kur ai ka qenë ekzistues. Thjesht u modernizua. Dhe në kuptimin e mjedisit dhe në kuptimin e mbrojtjes së këtyre zogjve shtektar që çuditërisht është edhe për kokën duart në kokë burr. Çuditërisht tashmë në zbuluan që gjithë çdo shtektar kanë rrugën e tyre të vajtjes drejt Evropës e kanë o nga Zvërneci, o nga Durrësi, o nga Shqipëria. Të gjë nuk e kam ditur unë që Shqipëria pas ka qenë korridori ku lëvizin të gjithë zogjtë hektarë dhe ditë bukur u shqetësuan mjedisistët e Evropës dhe mjedisistët e Greqisë dhe mjedisistët e Shqipërisë për të tjerë. Se nuk do bëjmë investim sepse nuk do t'i pengojmë në zogjtë që të kalojnë nga Shqipëria për të vajtur ku do vënë ndaj nga Perëndimi, ku do vënë në lindje, ku do vënë në veri. Edhe këtë misionet duhet ta kemi. Dhe nuk na rroi rruga shtegu, po i them unë Evropës. Po bëj këtë gjë. Jeni kaq të interesuar? Atëherë si rrjedhimi i pengesës që i bën zhvillimit ton, sillën në Shqipëri 10 miliardë euro. Sepse praktikisht për hir të kësaj politike që ju po bëni, për të penguar nëpërmjet grupeve mjedisiste zhvillimin e Shqipërisë, i humbisni Shqipërisë për efekt të mbrojtjes tuaj miliarda euro. Atëherë kompensojnë miliarda euro, dhe nuk po bëjmë turizëm, po kompensojnë ju. Sillni 10 miliardë si dësh problem për këtë punë që po bëjmë ne, se po pengojnë zhvillimin e vendit. Jo, këtë që nuk e duam ne, po çfarë doni atëherë? Doni që ne të mos zhvillojmë vendin tonë, sepse këtu kalojnë zogjtë hektar për ju, dhe këtu nuk e pranoj. Dhe nuk e pranojnë që të tillë. Pra, në të gjithë përgjigjet pyetjes tuaj, nuk është çështje mjedisi kjo. Investitorët që po vinë janë ai serioz, ta janë ata të interesuar sepse ata me këtë mjedis shesin biznesin. Ta kuptojmë, ky mjedis shet biznesin dhe ai nuk e shkatron. Ai nuk është një urgaç rruge që ndërton, merr lekë dhe ikën. Ai është me emër, me mbiemër dhe falemër dhe mbiemrit të tij, figurës së tij, fytyrës së tij, ai po mbijeton dhe po shkëlqen në botën e projektimit turistik, në botën e menaxhimit turistik, në botën e trendit të zhvillimit turistik në botë. Nuk mund ta vëmë ne në dyshim, nuk mund ta vëmë Sazan Guri në dyshim të gjithë ta aktorë që janë aktorë botëror dhe që janë lider në mbrojtjen e mjedisit në botë. Ne nuk na duhen këta, ne na duhet këndvështrimi i Sazan Gurit që i iku pelikani, për të cilin nuk është interesuar një ditë deri më sot. Prandaj e çështja nuk është ka zonë, nuk ka zona. Jo zotëri, ka zona cilat mund të jenë dhe me mbrojtje të fuqishme. Po, dhe në zonat të fuqishme. Ka një territor që quhet buferik, i cili ka mbrojtjen e posaçme, për të nxjerrë, për të evidentuar sektor të posaçëm, ku ka qenë arkeologjike, por zonë buferike, por ti nuk mund të lesh Shqipërinë e virgjit ta lesh pa zhvilluar sepse na duhen 1, 2, 3, 4, 5. Po më. Ne kemi parë me 10 investime që janë në mes të pyjeve. Ne kemi parë me 10 investime që janë pikërisht në zona turistike, që janë zona natyrore të mbrojtura. Sepse ky investim bashkëton me shërbimin që duhet bërë të gjithë atij fluksi turistik i cili do të vijë të shijojë këto gjëra. Ai fluks turistik nuk do vej me domate në këto zona. Nuk do vej me qese, me speca, me patate dhe me shalqin. Natyrisht, ai do të vej atje dhe do të gjejë shërbimin.
Në qoftë se ne duam të bëjmë shërbimin, jo mos e bëj shërbimin se na duhet i virgjit, na duhet me shkurrë ambienti. Jo zotri, unë nuk jam dakord me këtë punë, nuk kam qenë, nuk kam për të qenë. Dhe vazhdoj të them që gjithë këto pretendime kanë vetëm një synim, të pengojnë investimin, jo të mbrojnë ambientin. Ka mekanizma të tjerë për të mbrojtur ambientin. Dhe këto mekanizma nuk i shohim. Unë nuk po shoh asnjë nga këta ambientalistë në Shqipëri që të vënë tek investitorët të cilët kanë kryer investimin, kanë cënuar parimet e mjedisit, si rrjedhimi i investimit, vazhdojnë të cënojnë në këtë moment si rrjedhimi i investimit që kanë bërë, dhe nuk kanë parë protestat e tyre për të imponuar të investitorë, të papërgjeshëm në këtë rast, që të thejnë mjedisin. A dini juve që gjithë malësia e Tiranës dhe gjithë malësia e Beratit është qarë dhe ato kodrat janë bërë sikur i kanë ngrënë qend. Nuk e pa ndonjë mjedisist aty që të vej ti bëj presion dhe thotë gjelbëro ambientin zotri, se e ke detyrim. E ke detyrim. Dhe mos harrojmë që shumë nga këta mjedisist që flasin janë edhe persona që kanë bërë vetë vlerësimin e mjedis. Dhe ata e dinë mirë çdo këto vlerësime mjedis, siç e di dhe unë që unë i bëj vlerësimet mjedis sepse jam ekspert për atë punë, i licencuar. Pra nuk flitet këtu se na u cënua mjedisi, këtu flitet çfarë skeme duhet ndërtojmë ne që ta pengojmë investimin, çfarë skeme duhet ndërtojmë ne që ta lëmë Shqipërinë të mos zhvillohet dhe të pengojmë çdo investim strategjik i cili është i padebatueshëm. Shqipëria vërtetoi dhe gjithë debatet janë nëse kemi thëritur investorë strategjik që investojnë nëse jo. Ditën që ai vjen fillojmë të penalizojmë dhe i themi po na cënon mjedisin. E këtu ka absurditete, por një gjë është e sigurt. Do ketë, sepse prezenca e faktorit ndërkombëtar anti-shqiptar, anti-zhvillim Shqipërisë nuk është e vogël në Shqipëri, kemi thënë tani. Do ketë protesta, të cilat në majorancë mund të jenë edhe idealiste. Në majorancë mund të jenë dhe politike për ndryshimin politik në Shqipëri, por në themel të tyre gjithmonë kanë orientimin, dirigjimin, financimin të kësaj natyre, por një gjë është e sigurt. Në gjykimin tim, ky popull është aq i ndërsheshëm sa të kuptojë, nëse do të ecë përpara, nëse do të zhvillohet, nëse kërkon prosperitet, duhet me dojmos të jetë në mbështetje të kësaj tipologjie investimi dhe të prodhojë dhe ai atë rezistencë sociale ndaj të gjithë përpjekjeve të manipuluara të faktorit anti-zhvillim të Shqipërisë. Dhe ne këtë duhet ta stimulojmë i qytetarët të cilët kanë ndërgjegjësim që vetëm përmes të investimeve Shqipëria mund të ecë. Pa këto investime të vazhdojmë të lëvizim siç jemi, duke parxhuar vjamin tonë dhe duke mos pretenduar që do bëjmë ndonjë zhvillim. Dhe këtij agresioni që shpesh është masivist, dhe është masiv, sepse përputhet dhe me interesa politike të cilat e ka përzier interesin kombëtar. Ti kundërpërgjigje jemi pikërisht me një reakcion edhe nga jonë që të themi zotrim, jemi dhe ne në këtë Shqipëri që e duam të zhvillim krahasues që nuk e doni Shqipërinë. Dhe ne jemi më shumë. Dhe ne jemi më shumë. Pavarësisht që në këto momente ne rrim në heshtje, natyrisht jemi disa nga ne që dhe dalim dhe ekspozojmë këto vlera të këtij investimi, edhe pse ne jemi në një presion të jashtëzakonshëm, një bullizim të jashtëzakonshëm, në sharje të jashtëzakonshme, në kërcënime të jashtëzakonshme. Megjithatë, vazhdoj të insistoj. Unë ndjej edhe përgjegjësi në një qytetar i Republikës Shqipërisë, i cili me ndërgjegje të qartë, të saktë dhe të plotë, do të jem në krah të këtyre investimeve, sepse thash, nëse tash në këtë moment që flasim ne, kemi një investitor të dukshëm, një morije të investorëve të gatshëm për të investuar në Shqipëri, të cilët shohin Shqipërinë si një investimi dhe nuk ka investitorë të cilët duan të jenë belan me lekun e vet. Ka vende të tjera ku ata mund të garantojnë dhe fitimin, por Shqipëria do të humba shumë në këtë rast. Dhe këtë gjë, unë personalisht nuk do të lejoj për sa kohë që të marr frymën në këtë jetë. Zotëmeç, faleminderit shumë për këtë analizë, faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit shumë që ishit me ne.